vrasje, terrorizëm e spionazh. Gjykatat në Kosovë gjatë këtyre ditëve kanë dhënë disa vendime të rëndësishme për disa raste të rënda penale, të cilat kanë bërë bujë të madhe. Në rastin e vrasjes së Marigona Osmanit, Gjykata Supreme ka konfirmuar dënimin me burgim të përjetshëm për Dardan Krivaçën, duke lënë në fuqi vendimin e mëparshëm. Po ashtu për vrasjen e Liridona Ademajt, Gjykata Themelore në Prishtinë ka dënuar Naim Urselin dhe Granit Plavën me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokalla është dënuar me 30 vite burgim. Të akuzuari Naim Urseli dhe Granit Plava ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite. Edhe për sulmin në Banjsk janë shqiptuar dënime të rënda, burgimi përjetshëm për Spasojević dhe Tolić, kurse për Maksimović 30 vite burgim. Në rastin e spionazhit, ish zyrtarja e OSBE-s, Jelena Gjukanović është dënuar me 6 vjet burgim.